është kënaqësi shumë e madhe kur ty të jepet rasti, kur një person vjen dhe kërkon ndihmë te ti, dhe e di se je ti ai i cili do t'i krijosh mundësi, do t'i hapësh rrugë për trajtim apo për shërim, dhe kur ti arrin atij ti zgjesh një problem, ta nxjerrësh nga smundja, ta nxjerrësh para vdekjes thujse, ajo është një kënaqësi e përgjithshme që nuk përshkruhet në pikpamje, edhe emocionale, edhe si individ, edhe për kënaqësinë për gjithë familjen dhe shoqërinë. Je i përmbushur me ato që ke arritur në profesionin tënd? Sepse ka shumë humanizëm këtë profesion. Varësisht se kemi gjithmonë sfida, varësisht se kemi pas shumë peripeti, kemi pas edhe të lashe në kuptimin e shpërblimit për punët që kemi pas, por edhe si ku ti bëjsha edhe 2 jeta tjera, pra profesionin e kirurgit nuk do ta ndrojsha. Fjalë më të madhe s'di çka me thonë thuj. Faleminderit shumë. Doktor, kemi kërkuar nga ju që në kutinë e kujtimeve të sillni një kujtim. Po. Jam kurreshtar ta di se çfarë keni sjellur. Mund na e zbuloni? Shifin në këtë kuti e kam një kravatë, Okej. që është shumë me rëndësi për mua, ka një vlerë jashtëzakonisht madhe, është kravatë e lidhur para 30 vite. Para 30 vitesh. Po, kur unë diplomova në Fakultetin e Mjekësisë, jetonim në një familje modeste, me kushtet kufizume edhe ekonomike, kur nona ime kishte bërë një gjest të më siguroj një kravatë si doktor i ri. Në momenti kur erdhë për të madhuru, kishte atë ndjenjën se doktorat gjithmonë duhet kanë kravata. Dhe për kënaqësisë që kisha arrita përfundoj fakultetin, më dhëroi këtë kravatë dhe më udhëzoi. Doktori gjithmonë punë duhet shkoj me kravatë. Dhe unë atë premtim e kam bërë deri në fund. Gjithë ata që më njohin, unë kravatën nuk e heqi asnjëherë në punë. Nga nëna. Nga nëna. E vën edhe këtë kravatë ko pas ko apo veç e ruan? Vjen keq se tash ka ndryshuar modeli, për vendi se është model. Shumë e gjerë. Shumë krejt. I vjen koha. Ndoshta ndron moda, po prap këtë e ruaj dhe me fanatizëm do ta respektoj, do ta mbajnë në sirtarin tem. Gjithmonë. Gjithmonë. Po nëna jeton apo? Jo, nëna ka ndru para 6 vite. Para 6 vitesh. Sidoqoftë kujtimi është gjithmonë pjesë e jetës tonë. Faleminderit që e ndave me ne. Kjo kravatë simbolikisht tregon një triumf. Tregon një synim që e ke arritur ti, po që i ke bë krenare dhe familjen, prindrit. Pse u bëre mjek? Shifte, në kohën kur unë isha nxënës në shkollën fillore, isha për nxënësve të mirë, dhe prindi me angazhimin e vetë u detyronte na marrë neve të na shkollonte. Dhe më kujtohet njerë erë pyetje për me vazhdu studimet, thotë, na nuk muj ma shumë me investu të ti. E vetëmi send që muj na me insistu dhe prapë me kontribu, nëse ti shkon studion mjekësien. Kusht? Baba, kusht ishte. Ju thëmë të drejten, ishte një problem shumë i madh se kishta frikë unë shumë prej vdekjes. Nëse dikush kishte rast që kishte vdek, unë gjithmonë kisha një paraftyrim se do të ballafaqona me vdekjen. Edhe kur ai më kushëzoi në këtë formë, unë e nita shumë era një gjendje pa orientuar se e disha se te smundja apo te mjeku gjithmonë ka në mes jetës dhe vdekjes. Mirë, por gradualisht vendosa mja plotësua dëshirë prindit dhe momentin e parë kujtor kur shkova në Fakultetin e Mjekësisë dhe kontaktin e parë me anatomin, me kufumën e vdekun, ai ka qenë rast që tani jetën është i pashlym në kujtesën tem se si e pash një kufumë dhe si nuk lëviste. Mirë, por gradualisht gjatë punës praktike që u deshte me bo me kufumë, sepse ne kemi qenë gjenerata kur kemi pas gjithmonë edhe kufumën në pjesë të anatomisë, arrita gradualisht ta te kaloj atë frikë edhe fal punës dhe rezultatet që